Dikur kam pas luturi, me ty një dashuri, unë një here gëzovan një pranver. Le të vdes në këtë behar, pini shok të mi, le t'i gjem si letra në zjar, s'ka më dashuri. Edhe pse ka. Afrem Aliu, bravo. Po, e vërtet, ka dashuri Afrem. Do ketë edhe ma shumë atje kur të themi. Kur ka ati ma shumë po, përbes. Gjakos bëhet uj Afrem, kur e mendon. Jo, edhe. Njeriu në gurbet shkon me fitu, jo me jetu. Qashtu ka qenë dita e parë kur kemi ardhën këtu në vitin 90, ka qenë ardhja për me fitu. Edhe metëm të fitu. Po une tash edhe shumë më herët kum dasht me elon, mu këthy, po që i erdh dita. Do t'i vjen faktikisht. A e ke but madhe me kolegë tu, Zvicrana, apo komshia, apo njerëz këtë lloj Jo, po kjo u bohe madhe se na për media unë e kam fol këtu, që domethënë unë e di që shumë shqiptarë po flas, e shikojnë gjithë këtë emision. Po. For Shqip edhe krejt zakonisht më kanë shkrujte, kur jemi taku më kanë thonë, e kanë një domethënë deklarat që e kanë bëu këtu. Pa kam bëu edhe na për tjera media ku kam qenë. Po Beqa jeton atje o këtu? Beqa jeton atje, po në Shkup. Në Shkup jeton atje? Nuk jeton në Zvicër Beqa? Jo, Beqa. Që sa ka pas ka mu këtu Beqa më shumë se ti më duket. Po, la Beqa shumë është fakt. Bravo. Se është mungesë normal, jemi vllazën edhe kemi bo shumë punë të madhe kur kemi qenë bashkë atëherë, kur kam jetu edhe unë në Shkup, po flas.